Ndërruar shikues, mirë mbrëma dhe përshëndetje për të gjithë ju që keni zgjedhur të jeni me Sport 6, ku së bashku do të përcjellim duelin e vlefshëm për gjiron e 5 në Pro Credit Superligën e basketbollit kosovar në mes të Golden Eagle Yllit e Bashkimit për shkak të balotazhit në vendin tonë. Palestra në Ferrand është zënë dhe kjo përballje do të zhvillohet në Sezai Suroje dhe Ferrandosi do ta ketë epitetin e skuadrës vendase. Duel tepër interesant në pret, pa marrë parasysh që Bashkimi është një nga dy skuadrat e vetme të pamposhtura pas 4 gjirosh, ndërsa Golden Eagle Ylli ka vetëm një fitore. E treti Svata, rosteri i Yllit është ky: Gzimorina Qallaka, Uvman Thomas, Allen, Shoshi, Bashic Gashi, Shala Ametiris e Rion Kastrati. Fotis Takjanos është trajneri Golden Eagle Ylli, ndërkohë Bashkimi ka këtë përbërje: Palokaj, Bailey, Bunjaku, Cousins, Lake, Morina, Pikersaf, Anderson, Bytyqi, Gjecaj, Ismaili e Lejson Zeqiri. Trajneri skuadrës prizrenase Igor Jovovic është radha e imit kombëtar. Gjithsesi, në pret një ndeshje interesante të ndëruar shikues, po shohim edhe gjyqtarët e këtij ballafaqimi: Aldin Uklari, Amar Çekovic, Dren Pudarolli. Interesante kanë qenë përballjet me këto dy skuadra edhe në sezonet e kaluara. Mirë po, për këtë do të flasim pak më vonë. E peshët startuese janë këto për Therandasit: Gzimorina, Qallaku, Kufman, Thomas e Allen, ndërsa peshja startuese Bashkimit përbën nga Palokaj, Bailey, Bunjaku, Cousins e Lake. Bashkimi 4 ndeshje, 4 fitore, një sikurse Peja, Sigal Prishtina është e treta. 4 ndeshje, 3 fitore, 1 humbje. Trepsha është e katërta, 2 fitore, 2 humbje. Therandasit, pra Golden Eagle Ylli, 1 fitore, 3 humbje. Caka dhe Raoveci. Vllaznimi në vendin e 7, 1 fitore, 3 disfata, ndërsa Bora 4 ndeshje të zhvilluara, 4 humbje. Në 48 ndeshjet e fundit të ndëruar shikues, Golden Eagle Ylli ka 29 fitore, 19 Bashkimi. Zonën e kaluar këto dy skuadra u përballën 4 herë me styre. Do të duele shumë interesante dhe ato 4 ndeshje u mbyllën në favorin e skuadrave mysafire. Pra, se cila skuadër fitoi në palestrën e skuadrës tjetër. Akoma në pritje të startit të përballjes, si nuk ka parë edhe tifozët në palestrën e Sezai Suroje. Sigurisht që zgjedhjet në vendin tonë e kanë vështirësuar organizimin e ndeshjeve. Mirë po, zyrtarët e Federatës basketbollit kosovar e bën të pamundurën që Pro Credit Superliga e basketbollit tonë të mos mbetet prapa. E tani në mënyrë grafike po shohim peshët startuese: Morina, Qallaku, Hoffman, Thomas e Allen për Golden Eagle Yllin. E të Bashkimin në peshën startuese janë Palokaj, Bailey, Bunjaku, Cousins e Lake. Rrit fitore të madhe në kuadrët e FIBA Europe Cup, skuadra e Bashkimit duke mposhtur Cibonën dhe duke konfirmuar që prizrenasit si vjet kanë skuadrë tepër të fortë. Ja ku është edhe Leri Tomasish, lojtari Trepqës dhe Pejës. Po ashtu edhe Alon Bunjaku që për disa vite luajti në 13 qershorit duke djersitur fanelën e Golden Eagle Yllit. E tani është radha e imnit kombëtar.
E tani jemi shumë afër startit të përballjes në Sezai Surroj me dy skuadrat që pretendojnë fitoren sonte. Bashkimi që vazhdoi rrugtimin në Progredit Super League pa humbje, ndërsa Golden Eagle Yllit shënoi fitoren e dytë sezonale dhe t'ia shkaktoi Bashkimit humbjen e parë. Nisë përballja në Sezai Surroj, aksioni i parë është i Bashkimit. Valon Bunjaku. Qojmë tani këtë deportim me tabel atje. Realizon Bailey. 0-2 rezultati. Në aksionin e parë arrin që shënoi pik Bashkimi. Në tani kjo përpjekje Hoffman i cili blokohet, insiston atje, çfarë mbrojtje Bashkimit. Mbetet 0-2. Valon Bunjaku. Cousins, forme lartë e ti në panelën e Bashkimit. Është duke luajtur për mrekulli jo vetëm në Super League, mirë po dhe në FIFA Europe Cup. Kapim në hapa i pavëman që mërshte Lake. Cousins është lojtari më efikas në Progredit Super League. Tek Bashkimi me mesatare prej 18 presje, 8 pikësh për ndeshje. Larry Thomas. Ja tani Allen gjuan nga distanca, s'ka shënim. Kërcen atje merr topin Cousins. Mbetet 0-2 rezultati, pasimi i tij në thellësi dhe ka ndërhyrje të palejueshme. Folli u shkaktuan nga numri 25 Trevon Allen. 19 presje, 7 pik, 4 presje, 7 kërcime, 2 presje, 3 asistime për ndeshje i ka Trevon Allen. Si vjetë tek Therandasit. E në vijën e gjuajtjeve të lira është Jeremiah Bailey. Realizohet pika e 3 që në 3 piket i ka realizuar ky lojtar. Verë e dytë nuk qëllon, mirë po topi do të vazhdoj të jetë në pronësinë e Bashkimit. Jan Palokaj. Bunjaku. Tentimin nga gjysmë distanca i saktë është 0-5 rezultati. Bailey e Bunjaku janë dy realizuesit e pikëve të ekipit Prizrenas. Ja tentimi në anën tjetër. Ka shënim dhe foul Larry Thomas. Pikët e para të Golden Eagle Yllit, edhe një e lirë për Larry Thomas. O 10 pikë mesatarisht për ndeshje si vjet për Therandasit e Golden Eagle Yllit nga Larry Thomas. 5 me 3 rezultati plus 2 për Bashkimin. Bunjaku. Bailey. Tenton nga pozita qendrore ishte gjuajtje për 3. Palokaj vetëm deri tek Hoffman. Allen. Thomas. Edhe njerë Larry Thomas. Allen nga kënde atje. Gzimorina hezitoj që gjuante për 3. Hoffman, gigant atje. O shojma për pjekje të ti, mirë po i mbuluar për mrekulli nga Lake. Bunjaku, aksioni është i Bashkimit. Jan Palokaj. Jan Palokaj pasimi në thellësi, shojmë blokade Hoffman. Topi sërish në pronësinë e Prizrenasve, mirë po gabon Bailey, rështjo topi nga duart. Fokusohet
Hoffman nuk ka realizuar pik mirë, po 3 kërcime i ka. Shohim topi do t'jetë për Bashkimin. Pothuajse 3 minutat e para të ndeshjes kaluan në Sezai Suroje. 2 pik avantazh për Bashkimin. Jan Palokaj pason për Valon Bunjakun. Aizia Cousins, tjetër gjuajtje ti e gabuar. Niset Leri Thomas. Allen. Gjithnjë Allen depërton, shkon deri në fund, nuk ka pik. Hoffman. Golitje ti për barazuar shifrat në 5-5. Bailey për Cousins. Cousins tenton me tabel, s'ka pik. Hoffman më i lartë në kërcime dhe njerë. Leri Thomas. Leri Thomas. Allen. Gjithnjë Allen, mbrojtje fantastik atje e Aizia Cousins. Gjithnjë Cousins. Jan Palokaj, jo i vëmendshëm me shkel vijen atje. Topi do t'jetë për Golden Eagle Yllin. Niset Leri Thomas. Allen. Në timi është për 2 pik, Sharon Allen. E sakt në atë gjuajtje, janë piket e para të ti në ndeshje. E përsia e pare Golden Eagle Yllit. Lake. Bunjaku. Jan Palokaj gjuan në distanca e largët, mirë po s'ka problemi sakt. Jan Palokaj. Piket e para dhe për Palokaj në këtë balavacion, për shohim është në lojë tani Lis Shoshi. Leri Thomas anën tjetër nuk qëllon nga distanca. Avantazh për 1 pike i Bashkimit. Bailey. Çfarë pasivi mirë, s'ka shënim mirë, po është ndërhyrje pa rregullt. Faulohet numri 20 Dequan Lake. Lake do të gjendet në vijën e gjuajtjeve të lira, deri tash pa pik. I ka 3 kërcime. Kemi time out të Golden Eagle Ylli, 3 pik Thomas, nga 2 të tjera Hoffman e Allen, ndërsa të Bashkimi nga 3 pik Palokaj e Bailey, 2 të tjera i ka shtuar Valon Bunjaku. Pa diçka kontestuese. Është ky moment. Ndërhyrja Leri Thomas në Lake. Disa këndo vëshojmë këtë ndërhyrje të Leri Thomas.
konfirmohet vendimi para prak 2 gjojtje të lira për Lake. Shojmë sa do t'jeti saktë Lake pa pik deri tash. Është e para e ti sonte. Në 7 rezultati për Bashkimin. Tre plus për Prizrenasit. Allen. Gjithnjë Allen i rrethuar nga 3 lojtar kundërshtar. Nisët Bashkimi, ka ndërhyrje të palejueshme në Bejlin. Foli është e Gzim Morinës. Do njerë përshojmë tentimin e Allen për të krijuar hapësire realizuar më pastaj mirë, po nuk u lejua u rrethuar shpejt nga 3 lojtar kundërshtar. Jan Palokaj. Ja, ky tem nuk ka pik. Nuk arriti që të realizoj. Meriton Ismailin, lojë është edhe Anderson. Lis Shoshi. Lis Shoshi deri në fund shkon dhe pikët do të pranohen. 10-9 rezultati. E vonshme ishte kjo ndërhyrje. Palokaj. Jan Palokaj gjuan, s'ka shënim, kërcim në mbrojtje nga Gzim Morina. 3 minuta e 32 sekunda, lojë mbetur në çerrekun e parë. Lis Shoshi gjuan, i pasakt. Cousins. Ndërhyrja pa rregullt është e Arjan Çollakut. Cousins. Jan Palokaj. Aksioni uqur nga Prizrenasit. Nisët Bashic, ka ndërhyrje të pa rregull në Gzim Morinën nga Meriton Ismaili. Kthej topin e lojë Gzim Morina. Tani Bashic nuk arriti që të realizoj Gzim Morina. As Gzimi, as Lisi. Aksioni i ri i Prizrenasve. Aizia Cousins. Pasimi shumë i mirë atje mirë, po nuk arriti që të realizoj Bickerstaff. Bashic. Ka ndërhyrje të pa rregullt.
22-25. Lojë mbetur në çarikun e parë. Vetëm njerë Bashkimi ishte në avantazh deri tash gjatë të këtij 10 minutëshi. Allen për 3, s'ka shënim, kërcen në mbrojtje dhe merr topin. Jan Palokaj. Tjetër topi humbur, niset Çollaku, Bashic, bukur, deri në fund mirë, po jo dhe të realizoj. Isaiah Cousins nga gjysmë distanca, s'ka shënim, merr topin Allen. Topi do tjetë për të rëndësit Allen. Bashic provon nga pozita për 3 dhe realizon. 12-10, avantazhi tani është i Thërondasve. Shënim edhe në anën tjetër efikase në fazën e sulmit të dyja skuadra tashmë. Gjithçka e barabartë. 12-12. Allen. Arjan Çollaku. E dobët gjuajtja. Tani pasimi është shumë i mirë. Bickerstaff nuk ka të lashe për të realizuar, janë pikët e para të tij në ndeshje. Gabon atje Lidh Shoshi. 14-12 rezultati në favor të Bashkimit. Niset Kian Anderson. Bunjaku. Tani kjo gjuajtje është për 3, pas sakt. Bailey provoj. Është ndalur loja. Pati ndërhyrje të parregullt. Shkon në bank Lidh Shoshi. Në vjen e gjojtjeve të lira Bickerstaff. Pika e 3 e tij. Katër pika Bickerstaff, 12-16. Rezultati niset Bashic. Zemorina nga Konde atje gjuan. Nuk do të ketë pikë, topi do të jetë për Bashkimin. Mbyllur pra çareku i parë 16-12 për ekipin Prizrenas, të cilët pothuajse gjatë gjithë kohës ishin përsipër pas rasteve kur skuadra e Golden Eagle Yllit arriti që të shkonte në avantazh deri në 3 pikë.
A e din qa? Kom vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka thon ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti vu. Hape llogarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç breski nevojë për këtë punë bank me shku? Ngam ti vu. Banka Procredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Pra pas 10 minutëve të parë, 12-16 rezultatin në favorin e Bashkimit. Një 10 minutësh interesant, ku të dyja skuadrat luftuan pa hezituar në mënyrë që të ishin sa më efikase, sidomos në fazën e sulmit. Në këtë aspekt më e vëmendshme ishte skuadra Prizrenase, që mbylli pra çerrekun e parë me +4. Katër pikë Lovre Bashić, lojtari më efikas te skuadra thërandëse. Shumë atje, Hoffman lufton, lirohet, mirë po, ka gabuar në hapa. Mbetet 16-12 rezultati. Bashić. Gzimorina. Ошан Çalhako, Gzimorina nga gjysmë distanca. Skoshen e Hoffman, faulohet. Vështirë është që të luftohet me Hoffman, shtat lart i fuqishëm në duele. Njerë Bashić gjuan, Hoffman i vëmendshëm, shënon me gabim personal. Në vjen e gjyri të lira Hoffman, autori 2 pikëve ka shtuar edhe pas kërcime. Ka rritur që të shënon nga vija gjyri të lira. Bunjaku. Valon Bunjaku i rëshqet topin nga Duart. Bashić. Tjetër aksioni ushur nga Therandaset. Asnjë pikë akoma nuk është realizuar në këtë çerek të dytë. Valon Bunjaku. Valon Bunjaku bllokohet nga Hoffman.
Jo njerë Punjoku. Kier Anderson. Anderson quan nuk ka shënim. Kap topin e Hofman. Lovre Bashic. Alan. Gjithnjë Alan tenton nga një pozitë vështirë dhe shënon 4 pik nga Trivon Alan. Nërgohet për të pushuar paksa Gzim Morina, po ashtu dhe Hofman kanë luksin të dy trajnerët që të pojnë rotacion në peshe. Topi u takon të randasve. Shoshi. Les Shoshi gjuan për 2 pik, nuk ka shënim. Po dhe pa mundur Josef Riis që këthën të topin në pronësinë e skuadrës. Baraz 16 rezultati. Jan Palokaj. Ja, pasive në thellësi atje dhe shënon Lake 4 pik të ti. 2 pik avantazh për Bashkimin. Lovre Bashic. Tani Les Shoshi. Topi do tjetë për Golden Eagle Yllin. Les Shoshi. Lovre Bashic. Venime të mira mes Bashicit e Les Shoshit. Si unë në anën tjetër Altin Morina dhe Riis shkakton ndërhyrje të parregullt. Mbetet 2 pika përsi për Bashkimin. Kier Anderson. Altin Morina nga pozita qëndrore. Treshe e ti. 21-16 rezultati. Çolako. Lovre Bashic në anën tjetër, s'ka 3 pikësh. Merr topin Altin Morina. Ndalet në mënyrë të palejueshme nga Lovre Bashic. Tani Alan në kundër sulm realizon. Po të mundësia që të pasonte tek Riis. Nuk është duke lejuar kundër shtarin që t'ik në rezultat skuadra të randose. Ja kjo gjuajtje gabuar kap topin atje shtatlarti Les Shoshi. Lovre Bashic për Çolakun. Bashic, afërtia është Palokaj. Ka shtyrje. Topi do të vazhdojë të jetë në pronësinë e skuadrës që drejtohet nga Fotis Takianos.
Allen. Shojmë, Allen Gjuan, nuk shënon. Ka ndërhyrje të pa rregullt. Nuk e parë poshtë në grafike dhe përqindjen nga loja tek të dyja skuadrat. Larry Thomas për Allen. Reis. Një Reis pa blokada atje Lake. Niset Altin Morina. Altin Morina për Jan Palokajn. 18-24 rezultati. 3 pikësh nga Jan Palokaj. Treshja numër 2 e tij pas 3 tentimeve që pati fillimisht Lake me atë super blokad. Ja atëroj para syve atje Risit. Statistikat e të dyja skuadrave të ndëruar shikues, kujtojmë që rezultati momental në çerekun e dytë është 6-5 në të mirë të Golden Eagle Yllit. Shojmë dhe statistikat e Trevon Allen, 6 pike ka realizuar. Është lojtari më efikas në skuadër dhe në përgjithësi në ndeshje momentalisht. Ne kemi hyrë në 5 minutat e fundit të pjesës së parë. Larry Thomas, Çollako, Allen, Arjan Çollako deri në fund shkon mirë, po nuk gjuan sakt. Larry Thomas, Allen kombinon me Lis Shoshin, e ka shkel vijen, është tentim për 2 pikë. I sakt është Lis Shoshi. 18-25. 20-23, më falni. Kier Anderson. Cousins. Për 3 është gjuajtja e Cousins. Nuk ka shënuar mirë, po tepër i vëmendshëm Altin Morina. Kier Anderson. Ja, kjo gjuajtje nga distanca e largët atje nga Altin Morina. E cili nuk arriti që të realizoj. Jan Palokaj. Blokohet nga Çollako, ka fol shkaktuar. Cousins. Asnjë pikë akoma nga Cousins, e ka vetëm një asistim. Isaiah Cousins i shkurtër me atë gjuajtje. Që nuk është në formën e tij më të mirë, të paktën deri tash.
E pam shënimin e Jan Palokajt. Tentimin anën tjetër, s'ka pik nga Leri Thomas. Kier Anderson. Shënimet, efikasiteti vazhdon të jetë prezent tek të dyja skuadrat. 20-27 plus 7 për Prizrenasit, të cilët të një kanë në përsin më të lartë në ndeshje. Shojmë këto realizimin e pak më parshëm nga Jan Palokaj. Në këto Cousins më në fund arriti që të realizoj pikët e para, ale në vijën e gjojrive të lira. Gjasht pik, një kërcim deri tash nga Trivonon. Rikthehet në lojë Gzimorina. Në sakt, 7 pikë të ti. Nuk ka qëlluar në tentimin tjetër. Merr topin Kier Anderson. 21-27. Kier Anderson i pandalshëm është, faulohet. Shojmë njerë. Shtot lartë Hoffman ishte përballë tij. Dë minuta 29 sekonda ka mbetur lojë në pjesën e parë. 6 pikë momentalisht ka e përsi në bashkimi. Tani 7 pas një realizimit të parë nga vija gjojrive të lira të Kier Anderson. Edhe erën e dytë i sakt Kier Anderson. 21-29 plus 8 avantazhi Prizrenasve. E përsia më lartë në ndeshje. U shojmë atë përpjekje, ka fol shkaktuar në Hoffman. Rikthehet në lojë Lovre Boshic. 4 pikë, 7 kërcime nga Brandon Hoffman. E sakt është Hoffman. Hoffman të nërshë në kotën e 6 pikëve. Në njerë zëvëndësot
kemi time out. Jo në qasët e fundit të pjesës të parë të ndëruar shikues. Një pjesë e parë ku tek fundi i saj filloi që të ngritej avantazhi e ekipit të Prizrenas. Tani është në +6. Kian Anderson. Topi është i Çolakut. Marian Çolaku për 3, shënon. Në fund arrin që të realizojnë nga distanca Çolaku. Vetëm 3+ për Bashkimin, pasi është i kapuar mundësia e kundërsulmit tani. Riz tenton mirë, po nuk ka pikë të realizuara. Qashtë 61 sekunda. Loj e mbetur në pjesën e parë. Riz asë një pikë akoma nuk e ka realizuar, pse ka luajtur afër 6 minuta. Bethet +2 për Bashkimin, 27-29. Kian Anderson. Edhe njerë Kian Anderson. Shkonja prapa Gjuan duke realizuar. Alan, në mbi të gjithë nuk ka shënim. Nisën Prizrenasit me Kian Anderson. Kian Anderson. Ja kjo gjuajtja, mbi të gjithë Gjuan duke realizuar e këto, mbyllet pjesa e parë të ndëruar shikues. 27-33 rezultati
Qereku i parë përfundoi 12-16 për të Randasit, Qereku i dytë 15 me 17 në favorin e Bashkimit. Të nderuar shikues, qëndroni me ne, do të rikthehemi pas pushimit.